erdi prej me, tha por vi prej te, Rozana Gnosti, Tinka Kurti, Margarita, ju lutën, qo thuaj 2 fjalë. Zdu, më tha mu, qo fol ti thënë emër tim, o ti ke rrjedh fare, thash, si do flasën për Colin, thash, kur ti e... Coli, ja? Po qo më bole, thash. Punon dhe në kombinatin e Ushtarak? Jo, Shitës ka qenë, Shitës Bulmeti. Në kohën e komunizmit? Po, Shitës Bulmeti ka qenë shpëtimi. A Shitës Bulmeti? Ka qenë, në fillim fare ka qenë... Nuk ishe aktor, nuk ishte fare... Jo, ka qenë pallat për njerë. Po si e zgjodhi Hysena Kaneta? Ja ta them unë, Hyseni kishe caktuar, kishe marrë 2 që i kishe si figura, Lan Trebickën, se Landi kishe flok, për Depatik, për Colin, dhe Koço dhe Volën. Koço dhe Volën? Po, kinoprovën e parë e kaloi Koço. Ati ti tha do të marrish rol tjetër. Dhe Koço u përgatiti shkreti. Kur ky ishte ke pallat pionjerëve, vajti atje, takoi Agim Bujar në Albanin, ishe udhëheqës i fëmijëve, profesor i mësim fëmijëve. Unë e kam arritur, kam takuar, kam marrë intervistën për këtë. Edhe i thashtë, qa babo, kam një film, tha, qa filmi kështu për Depatikun? Po kam i qunë qapkënë, tha, qinë dhe o shpëtim, hajde këtu, tha. Thita shpëtimi, tha, ku e pa, i tha shpëtimi, zhele, se të varfër ashtu. O me qa do këta, kush është këta? Ati ti pëlqeu komportim, mënyra se si foli. Tha, do vish nesër kënë në studio. Që do bëjë kënë në studio, tha? A ke qenë erë, tha? Kom qenë, tha, se vjedhë caraca ne, tha. Së ishe... Cole. Do vish atje, tha. Edhe shkoj me teatrin atje. E morën kinoprovë, e panë të gjitha, se me komisione... Ishte fix. Po, kjo, tha, është Coli, tha. Edhe... E ka qarë, e ka godë. Koçës i ngili merak, i kam betë merak. I kam betur, e? Sa herë më thoshte mua. Edhe në interviste ka thënë i shkreti që më ka ngili merak e rol, tha. Po, i fliste Hysenit? Po, si mërë, po, si ngili. Okej, foto tjetër. Tani këtu ke dalë me Ismail Kadaren. Me Ismailin? Keni historit vjetër? Me Ismailin, a i kështë qef me i batuta. Këtu për shumë qeshte, sepse unë po bëja gjiro ke liqeni. Edhe, kur afrova i tha që qish Lëlogji, si ishe me qeqën, aty me Bojar Hudhrin. I tha, o ista e shefa, kush është këtë? Kush është këtë? Kjo thash, Lazja, tha, Luan Lazja. O, këshëm 20 vjetë pa u taku, se kështë qenë Francë, unë Shqipëri. Edhe që kemi, ma ullat, hajde. Tha mu, me qa për me eshte që, tha? I thash unë, si puni thash, lexoj libra. Ndërsa në kone lirë shkuj satira. Ju bëj qefi që me fjalë, leximi është gati profesion për ty, ju bëj qefi. Edhe fillon për ca emra personazhe shkrimtarësh që e ke taku filani. Foto tjetër? Ja. Shpëtimi. Kjo është shpëtimi, po para se të vdiste shpëtimit ndash, e vdiqe bia. Kjo është e bia 41 vjeçe. Kjo është e bia? Kjo është nëna e Fationit, Fation Duros, i cili bën atë xhonglimet me top i famshmi, e në qofë se e keni parë, ka korë sukses në gjithë stadiumet e botës, gjithëndej. Po do më në i Coli? Aji është Shpëtim Zani, këtu është... Coli, të filmi Debatiku. Ke takimi për Hysena Kani, ke delindja 75 vjetorë Hysena Kani. Ama kështu fityrën e kishe kështu dhe pse i vjetë? Qeshur e shu, i thash unë, ti do raf tashi, jo atëherë, thash, ti do raf tashi, se nga të mërë e shumë, i Shqipërit bashkë. Kjo Gim Krajka, i madhe Gim Krajka, ku në moment që bashortja i me Roza po në nëzirë të më foto, po vënohesh i qikë. Edhe Gimi tha, o anëme, se kështë dhe është dhe Gimi, si Dibronët, o anëme, qikë shpejta tha se po nëzirë 2 njerëzit më të nërshëm Tiranës. Edhe më gavi gaze, më gavi këtë fotografi. Gimi nuk besoj se mund të ketë muzika shqiptare më talentuar. Jashtë zakonç. Unë e pyesni gjithmonë, si ka mundësi të kalosh nga çifti lumtur, zonja nga qyteti, që ka të dy edhe shoqja, një muzikë, një atmosferë krejt tjetër, ke një Siti Goril. Një Siti Goril ka dramatizitet, është jashtë zakonshëm. Apo jo, te çifti lumtur përket tha, folklori jonë është minier, tha. Fut dorën, kap një motiv, tha, dhe unë aty. Mua atë që kështë thirrë Tusi aty për të arrestuar. Ti e ke pas emision. Ai don në festivalin e 11, tha, Kafe Flora burra plot. Ai tha, është progonisha, tha, e ka thënë emrin e Tusit. Kush ishte? Sa ka thënë? Jo. Se thoshte se mos e ngelte hatri. Ishte Mill Doçi, jati Gim Doçit. Ue, Mill Doçi. Po, Mill Doçi ka qenë. Babaja Gim Doçit? Jati... Nuk se kam i foto unë me Gim Doçin ty? Po.
Mil Doçi, Gimi thoshte vetë. Gimi. Pa i tha, unë do të arrestoj këtu në vend, i tha Gimi. Mil Doçi po tha, ç'a ti bëj, tha se këngën tënde e kënoj fëmijët e mi. Për vajzën. Për vajzën edhe për Gimin. Edhe për Gimin. Ç'a të bëj, tha, prandaj nuk do të arrestoj. Se i tha, nga i gjeti atë, po progonishat atëherë, aty merr Gimit, batutë e Gimit, i thash ta tregoj për shikuese, se është shumë e bukur. I thash në gjë, do vdesësh e ditë atë si gjithë, thash, që do të vë një emër rrugë. Do t'i vejmë, thash, po, më thuj, qa rrugët do të vejmë? Tha, ku ka lënë femnët më të bukura, më tha mu. Sota, ka i rruga Gim Krajka? Ja. Nuk ka? Ja. Sepse edhe në atë kohë, vetëm çmimin e dytë jepshin, ti e di gjithë. Edhe tani, si duket është i dyti? Ky ka qenë i jashtëzakonshëm. Thonë tjetër, sa historira të bukura ka. Tahir Baçova. Zbutësi, për gjithë ata që nuk e din, zbutësi i kafshëve të cirkut Tiranës. Drejtori i cirkut të Suedis erdhi këtu, edhe pa në vitet 80 sa unë pa da bërë një shkrim, edhe më tha Pavli Sallata, dhëndri ati të udhëheqësit artik të Lata Gollit, edhe akrobati famshëm. Tahiri ishte rom? Po. Ishte rom? Po. Dhe tha, unë tha nuk kam parë, tha, të bosh Ariun të kërcej. Është i vetmi edhe të gjuar Ariun se ka bërë askush të kërcej. Ka bërë ushtrimit atjerë. Të hedh topin në kosh. Ky ka bërë qenin e macën e gjithë. Edhe më thoshte mua, thoshe nga gjithë kafshët që nuk zbuta jeti. Nga gjithë kafshët nuk kam zbut jeti. Do të thonë, ky është i vetmi që ka bërë Ariun të gjoj kosh? Koshin me gomarin, gjitha i ka bërë ky njeri, i jashtëzakonshëm. Ky është figurë, Shqipërisë nuk i vinë më njerëz si ky. Tahir Baçova. Po, Tahir Baçova. Tani Arusha kë kishte, Arusha Mira, Arusha Silva? Silva nuk e di se kishte. Po ti e ke parë edhe e filmuar ajo që gjuan koshë e kërcente ajo, binte. Si ka mundësi? Ky binte klarinetës, ajo kërcente. Së shpana herë thoshte të kërcej Arusha. Pavarësisht se me mask sigurie, pavarësisht me atë. Po nuk e ka bërë, je ky njeri. Do të një incident do luan? Ka pas aty brenda, po jo në skenë jo. Ka pasur në gjatë provave? Në prova, po. Po edhe kanë ngritur, kanë sulmuar, po ky nuk fare. Arusha? E ka, kafshë më vërtet. Arusha ka sulmuar këtë?